përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Rruga e Kuzum-Babas në Vlorë e rikonstruktuar me një investim prej 320 milion lekësh të vjetër dhe e përfunduar vetëm 20 ditë më parë, ka nisur të dëmtohet sërish nga depërtimi i ujit. Situata ngre pikpyetje mbi cilësinë e punimeve, kontrollin e Bashkisë Vlorë dhe nëse problemet me rrjetin nëntoksor janë zgjidhur përpara asfaltimit. Për më gjërë, shënimi redaksional. Investimi masiv prej 320 milion lekësh të vjetra PATVSH për rikonstruksionin e rrugës në kodrën Kuzum-Baba është kthyer në një dështim për Bashkinë e Vlorës. Punimet, të cilat nisën në vitin 2026 pas tenderimit të fituar nga Bashkimi i Operatorëve Glavencia SHPK dhe Viscons Group SHPK për një kontratë 4 mujore, u përfunduan zyrtarisht vetëm para 20 ditësh. Sot, asfalti i ri i dorëzuar ka nisur të dëmtohet nga depërtimi i ujit. Historiku i këtij aksi është një sagë abuzimesh dhe arnimesh me fondet publike, që nga viti 2011 deri më sot. Kjo rrugë është shtruar plot 3 herë nga bashkia, ndërsa riparimet e pjesëshme nga punimet e projekteve të ujësjellësit kanë qenë të pafundme. Paradoksi i hidhur është se ndonëse vitet e mëparshme asfalti mbante të paktën 6 muaj, ky investim i ri si vjet nuk mbajti dot as 20 ditë. Problematika thelbësore mbetet në vendin ku aktualisht ka dalë uji në sipërfaqe. Historikisht, kjo ka qenë pjesa më e keqe e rrugës dhe siç duket qartë nga pamjet filmike, ajo do të vazhdojë të kthehet në gjendjen e mëparshme pa kaluar as një muaj nga investimi. Situata ngre një pikpyetje të fortë mbi kontrollin e Bashkisë Vlorë mbi këtë projekt. A janë bërë vërtet punime për rregullimin e linjave nëntoksore para se rruga të shtrohej? Të hedhësh asfalt pas zgjidhur defektet e tubacioneve tregon se ky investim është një shpenzim të rësisht i kotë. Qytetarët po paguajnë për projekte pa standarde ku uji nëntoksor gërryen milionat e tenderve. Përgjegjësia institucionale e Bashkisë Vlorë për degradimin e rrugës në kodrën Kuzum-Baba rëndon drejt për drejt mbi strukturat e saj të menaxhimit të kontratave dhe të procesit të kolaudimit dhe marrjes në dorëzim. Fakti që një investim prej gati 320 milion lekësh kërmoqet brenda 20 ditësh, ngre pikpyetje të forta nëse inxhinieri mbikëqyrës i caktuar nga institucioni e ka ushtruar detyrën e tij në terren për kontrollin e cilësisë së punimeve. Nëse Drejtoria e Shërbimeve Publike ka kryer marrje në dorëzim të veprës, ajo ka ligjëruar një punë me standarde të munguara, duke ignoruar defektet e thella në rrjetin nëntoksor të ujësjellësit. Kjo neglizhencë në fazën e zbatimit e bën institucionin fajtor jo vetëm për mungesë vizioni në zgjidhjen e problemit, por edhe për dështimin në mbrojtjen e investimit publik. Nga ana tjetër, faza e prokurimit ekspozon një përgjegjësi edhe më të madhe të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe Drejtorisë së Prokurimeve Publike. Skualifikimi i operatorëve të tjerë humbet çdo lloj justifikimi ligjor dhe teknik, kur vetë Bashkimi i Operatorëve Fitues dorëzon një infrastrukturë jashtë çdo standardi. Mungesa e transparencës dhe monitorimi e ka kthyer rrugën e Kuzum-Babas në një grop thithëse për taksat e qytetarëve vlonjat. Orikumi ish bashki deri në vitin 2015 kërkon në rikthimin e statusit të bashkisë më vete, pasi sipas banorëve, bashkimi me Vlorën u ka vështirësuar marrjen e shërbimeve dhe u ka shtuar kostot e udhëtimeve, ndërsa pozicioni gjeografik, numri i banorëve dhe rëndësia turistike e Orikumit justifikojnë administrimin e pavarur vendor. Orikumi ka qenë bashkim më vete deri në vitin 2015, kur me reformën administrative territoriale u bashkua Bashkisë së Vlorës duke u kthyer në njësi administrative. Por pas më shumë se një dekade nga ky ndryshim, banorët e zonës kërkojnë rikthimin e Orikumit në bashkim më vete. Sipas tyre, kalimi në administrimin e Bashkisë së Vlorës ka sjellë një sër vështirësish në marrjen e shërbimeve. Një prej problematikave që ata ngren është nevoja për të drejtuar drejt qytetit të Vlorës për dokumenta apo shërbime të ndryshme administrative, duke u shkaktuar humbje kohe dhe kosto shtesë. Banorët thonë se Orikumi për shkak të pozicionit, numrit banorëve, zonave që përfshin dhe rëndësisë së tij turistike, duhet të ketë sërish administrimin e vet vendor. Kërkesa për rikthimin e Bashkisë së Orikumit është ngritur edhe publikisht nga banorët, vetëm pak ditë më parë ata protestuan duke kërkuar që zëri i tyre të dëgjohet dhe që në diskutimet për ndryshime territoriale të merret në konsiderat rikthimi i Orikumit në bashkim me vete. Dhe për një çeftikat, banorët duhet edhe në Vlorë, është për pensionistët më shumë që kanë një pension shumë të vogël, për shumë gjëra. Po me vështirësi shumë të madhe, nuk i gjejmë dot, është shumë e vështirë për të jetuar një jo për. Jo, është një kërkesë që banorët këtu, megjithëse ne nuk jemi banorë këtij vendi, po e quajnë të arsyeshme që janë probleme që thonë këta, qoftë ekonomike, shoqërore, të gjithë. Ka qenë një, domethënë, kjo zonë këtu me tërë
gjithkohën, do të thonë historikisht, të gjitha i ka pasur të gjitha mundësit, ka të gjitha dhe resurset, i ka të gjitha që mund të bëjmë më shumë, do të thonë mund të ndihmohet shumë. Kto një pjesë se ka ngel të moshuar. Të moshuarit nuk janë në mënyrën elektronike me këto. Kështu që duhet të jenë pranishëm atje, të shkojnë vetë. Nuk i lejojnë mosha, nuk i lejojnë. Kanë vështirësitë e tyre. Për banorët, një bashkim me pranë tyre do të nënkuptojnë akses më të shpejtë të shërbimeve dhe një administrim më të drejtpërdrejtë të problematikave dhe nevojave të zonës. Kalimi automjeteve nëpërmjet tunelit të Llogaras vijon të kryhet pa pagesë, edhe pse më herët u deklarua se gjatë sezonit turistik të vitit 2026 do të aplikoheshin tarifa për automjetet që përdorin këtë aks. Aktualisht në zonën e pikave të tarifimit janë funksionale vetëm 2 korsi për kalimin automjeteve, ku po kryhet edhe testimi i sistemit. Kalimi i automjeteve nëpërmjet tunelit të Llogaras vijon të kryhet pa pagesë, pavarësisht se më herët ishte deklaruar se gjatë sezonit turistik të vitit 2026 pritet të niste aplikimi tarifave për automjetet që përdorin këtë aks. Edhe pse sezoni veror është drejt fundit, drejtuesit e mjeteve vazhdojnë të përshkojnë tunelin pas një tarif. Sistemi pagesave vijon të jetë në fazën e testimit, ndërkohë që më herët janë përcaktuar dhe kategoritë dhe tarifat standarde që pritet të aplikohen për automjetet nga mjetet e vogla deri ato të tonazhit të rënd. Aktualisht, në zonën e pikave të tarifimit janë funksionale vetëm 2 korsi për kalimin automjeteve, ku po kryhet edhe testimi i sistemit. Korsitë e tjera vijojnë të jenë të bllokuara dhe ende nuk është bëri mundur funksionimi i plotë i të gjithë sistemit të parashikuar për mbledhjen e tarifave. Në këto kushte, duket se edhe gjatë muajve në vijim dhe sezonit të dimrit, kalimi në tunelin e Llogaras do të vazhdojë të jetë pa pagesë. Deri më tani nuk ka një afat të përcaktuar se kur sistemi do të bëhet plotësisht funksional dhe kur drejtuesit e automjeteve do të paguajnë për të kaluar nëpërmjet tunelit. Kalimi i gjithë automjeteve në tunelin e Llogaras vijon të kryhet pa pagesë, edhe pse u deklarua se një gjë e tillë do të nisë funksionimin në këtë sezon turistik, asgjë ende nuk ka ndodhur. Sistemi vijon të jetë ende në testim me sipër, ndërkohë që janë përcaktuar dhe tarifat të cilat variojnë nga 250 lekë deri në 5000 lekë të reja për automjetet e tonazhit të rënd. Edhe gjatë sezonit të dimrit mendohet që tuneli do të jetë pa pagesë, ndërsa nuk ka ende një afat se kur do të nisë të aplikohet tarifa për gjithë automjetet cilat kalojnë nga tuneli Llogaras dhe i drejtohen jugut të vendit. Tuneli i Llogaras është kthyer në një nga akset kryesore për lëvizjen drejt jugut të vendit, veçanërisht gjatë sezonit turistik, duke shkurtuar ndjeshëm kohën e udhëtimit dhe duke shmangur kalimin në qafën e Llogaras. Për këtë arsye, gjatë muajve të verës, numri automjeteve që përshkojnë atë është i lartë. Megjithatë, sezoni turistik i vitit 2026 po mbyllet pa nisur tarifimi paralajmëruar. Në mungesë të një date zyrtare për vendosjen e pagesës, pritet që testimet të vijojnë edhe në muajt e ardhshëm. Nëse procesi nuk përfundon gjatë këtij viti, sezoni turistik i ardhshëm mund të jetë periudha kur sistemi i tarifimit të nisë funksionimin e plot dhe kalimi në tunelin e Llogaras të bëhet përfundimisht me pagesë. Edhe në shkollën e Borshit po vijojnë përgatitjet për nisjen e vitit të ri shkollor me kushte më të mira për nxënësit dhe mësuesit. Kështu është shprehur kryetari i Bashkisë Simar, Vangel Tavo, gjatë inspektimit në këtë shkollë, e cila sipas tij po pajiset edhe me kondicioner, një nisëm që do të shtrihet në të gjitha shkollat. Kryetari i Bashkisë Simar, Vangel Tavo, ka inspektuar këtë enjte nga afër investimet që po realizohen në ambientet e shkollës, duke shprehur se për herë të parë po vendosen kondicioner në çdo shkollë, si në qytet, ashtu edhe në fshatrat e bashkisë. Krahas instalimit të kondicionerëve po kryen dhe punime të tjera, përfshirë mobilimin e ri, lyerjen, pastrimin dhe disinfektimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme. Synimi është që shkollat jenë të gatshme për të mirëpritur nxënësit në një mjedis më të pastër, të sigurt dhe komod. Në shkollën e Borshit, për të ndjekur nga afër përgatitjet po bëhen për fillimin e vitit të ri shkollor. Bashkia e Marës ka ndërmarrë si vjet një investim shumë të rëndësishëm, po vendosim kondicioner në të gjitha shkollat e Bashkisë së Marës në të treja njësitë administrative. Duam që nxënësit dhe mësuesit të punojnë në kushte sa më të mira dhe ambiente sa më të përshtatshme gjatë gjithë vitit. Ndërkohë, po punohet për mobilimin e të gjitha shkollave, mobilimi i ri të gjitha shkollave,
lyerjen dhe dezinfektimin e tyre. Po kujdesemi për çdo detaj që nxënësit dhe mësuesit të rikthehen në klasa të pastra, të sigurta dhe komode, është shprehur kryebashkiaku i Marrës Vangel Tavo, duke theksuar rëndësinë e përmirësimit të kushteve në institucionet arsimore. Investimet në infrastrukturën shkollore synojnë të krijojnë ambiente më të përshtatshme për mësim dhe zhvillim, duke ofruar kushte më të mira për komunitetin arsimor. Përgatitja për një vit të mbar shkollor nis pikërisht nga mjediset ku fëmijët mësojnë, zhvillohen dhe ndërtojnë të ardhmen. Zgjerimi i shpejtë i turizmit po krijon një treg gjithnjë më të madh për ushqimet, por prodhimi vendas nuk po arrin ta shfrytëzojë në të njëjtën mas këtë kërkesë. Përfituesit kryesor po rezultojnë importuesit. Zgjerimi i shpejtë i turizmit po krijon një treg gjithnjë më të madh për ushqimet, por prodhimi vendas nuk po arrin ta shfrytëzojë në të njëjtën mas këtë kërkesë. Përfituesit kryesor po rezultojnë importuesit. Në 7 muajt e vitit 2026, Shqipëria importoi rreth 606.004 ton produkte ushqimore nga 537.004 ton në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sasia importuar u zgjerua me rreth 69.000 ton, ose 12.8%, sipas të dhënave të tregtisë jashtme. Rritja ishte përhapur në pjesën më të madhe të grup mallrave nga 20 grupet kryesore të ushqimeve dhe produkteve bujqësore. 16 shënuan shtim të sasive të importuara. Të dhënat tregojnë se rritja e kërkesës nga turizmi, restorantet dhe strukturat akomoduese nuk po shoqërohet me një zgjerim të mjaftueshëm të prodhimit vendas. Në vend që kërkesa e re të kthehet në më shumë shitje për fermat shqiptare, një pjesë gjithnjë më e madhe e saj po plotësohet nga jashtë. Ky zhvillim po ndodh në një kohë kur aktiviteti turistik vijon të zgjerohet. Në qershor 2026, numri i vizitorëve të akomoduar në strukturat turistike u rrit me 17%, krahasuar me një vit më parë. Vizitorët jo rezident u shtuan me 20.6%, ndërsa net qëndrimet e tyre me 9.2% sipas Instat. Në 6 muajt e parë të vitit në Shqipëri hyn rreth 5.1 milion shtetas të huaj, 6.2% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Megjithse hyrjet nuk përfaqësojnë vetëm turistë, ato tregojnë rritjen e popullsisë së përkohshme që konsumon në vend, veçanërisht gjatë sezonit veror. Qeveria portugeze po ndjek rastin e 20 vjeçarit portugez i cili u vra në Ksamil pas një konflikti në një lokal. Ministria e Jashtme e Portugalisë ka bërë të ditur se po ndjek rastin përmes ambasadës në Rom dhe konsulatës së nderit në Tiranë në kontakt me autoritetet shqiptare dhe familjarët e viktimës. Qeveria portugeze po ndjek rastin e 20 vjeçarit portugez i cili u vra me thik në Ksamil pas një konflikti në një lokal. Në lidhje me ngjarjen, autoritetet shqiptare kanë shoqëruar 11 persona, ndërsa si autori dyshuar është arrestuar 29 vjeçari Sokrat Vata. Vata ka dhënë deklarimet e para përpara grupit hetimor, duke paraqitur versionin e tij për mënyrën se si ndodhi ngjarja. Sipas tij, konflikti nisi fillimisht mes turistëve, të cilët dyshohet se kishin konsumuar alkool. Ai ka pretenduar se u kërkoi të qetësoheshin, por situata agravoi dhe përfundoi në përleshje fizike. 29 vjeçari ka deklaruar se thika me të cilën u godit 20 vjeçari nuk ishte e tij, por e viktimës. Ndërkohë Ministria e Jashtme e Portugalisë ka bërë të ditur se po ndjek rastin përmes ambasadës në Rom dhe konsulatës së nderit në Tiranë, në kontakt me autoritetet shqiptare dhe familjarët e viktimës. Ministria e Punëve të Jashtme po ndjek rastin e shtetasit portugez që vdiq në Shqipëri dhe nëpërmjet ambasadës së saj në Rom dhe gjithashtu konsulatës së nderit në Tiranë, po bashkëpunoi me autoritetet lokale, komentoi zyrtarja e cila konfirmoi për mediat se për momentin ende nuk dihet saktësisht se çfarë ka ndodhur. Ne e dim nga shtypi lokal se ka pasur arrestime, por për momentin nuk kemi ende informacion përmes rrjetit ton, shton Trindade, e cila siguron se Ministria e Punëve të Jashtme do të vazhdojë të monitorojë situatën. Gjykata e Sarandës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 45 ditë për administrorin e klubit të natës Orange në Sarandë, për 5 persona të tjerë që morën pjesë në dhunimin e shefit të krimeve Mateo Bakalli. Dhunuan shefin e krimeve në Sarandë lihen në burg, administratori i Orange Club dhe 5 personat e tjerë. Gjykata e Sarandës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për administratorin e klubit të natës Orange në Sarandë dhe 5 personat e tjerë që morën pjesë në dhunimin e shefit të krimeve Mateo Bakalli. Gjykata e Sarandës ka vendosur kështu masën e sigurisë arrest në burg për 45 ditë për administratorin e klubit të natës. Shkërzen Liçaj ka qenë gjyqtari i çështjes që ka vendosur për masat e sigurisë, ndërsa prokurori i çështjes ka qenë Hava Memko, e cila ka kërkuar qëndrimin në burg për të ndaluar
kaluarit. Në pranga për ngjarjen u vun administratori i lokalit Orange, 35 vjeçari Mario Katiraj, 38 vjeçari Elgen Tndoj, Faik Hoxhaj, shtetasi Indrit Cullaj, 31 vjeçari Ardit Kasëmi, ushtarak në Zallher dhe roje sigurie në lokal, si dhe taksisti 29 vjeçar Besnik Sullollari, ndërsa 28 vjeçari Pjetër Doçi që punonte si roje sigurie u shpall në kërkim. Ngjarja ndodhi rreth orës 3:20 të 16 gustit në ambientet e jashtme të lokalit. Sipas policisë, rojet e sigurisë po konfliktoheshin fizikisht me disa persona të tjerë. Shefi i krimeve ka qenë duke kaluar me automjet kur ka vënë re persona duke konfliktuar. Ai ka ndërhyrë për të ndaluar konfliktin duke u identifikuar si punonjës policie, por mësohet se rojet e sigurisë kanë nisur ta godasin me grushte. Më pas në vendngjarje shkuan forcat shqiponja dhe forcat e tjera të policisë, të cilat ndërhyjnë për të parandaluar përplasjen dhe shoqëruan personat e përfshirë në ngjarje. Lidhur me ngjarjen në fjalë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita pezulloi nga detyra dy punonjësit e policisë, inspektor Armando Shei, efektiv i repartit Resi dhe nënkomisar Andon Binaku, efektiv i Reneas. Kjo masë ndaj tyre sipas policisë u mor pasi këta dy persona, të dy punësuar pa leje në lokal, nuk kanë njoftuar për konfliktin që po ndodhte dhe pavarësisht se ishin jashtë detyre, duhet të ndërhynin për parandalimin e përshkallëzimit të tij. Kujtojmë se bakalli u paraqit në spital me hematoma në sy dhe dëmtime të tjera, mori ndihmën mjekësore dhe më pas u largua. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në Vlorë vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituara të qytetit gjatë sezonit veror, duke të rreshur turistë vendas, shqiptar nga diaspora dhe vizitorë të huaj. Mbi 3300 vizitorë janë regjistruar gjatë korrikut dhe 15 ditëve të para të gushtit. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në Vlorë vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituara në qytet gjatë sezonit veror, duke tërhequr turistë vendas, shqiptar nga diaspora dhe vizitorë të huaj. Vetëm gjatë muajit korrik, muzeu ka pritur 1961 vizitor. Nga numri total 1215 kanë qenë vizitorë shqiptar, përfshirë shqiptar nga diaspora si dhe turistë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ndërkohë, 746 kanë qenë turistë të huaj, kryesisht nga Italia, Franca dhe Holanda. Fluksi i vizitorëve ka vijuar dhe gjatë muajit gusht, vetëm në 15 ditë të para të këtij muaji janë regjistruar rreth 1400 vizitorë, duke çuar numrin e përgjithshëm për korrikun dhe gjysmën e parë të gushtit në më shumë se 3300. Sipas specialistës dhe cicerones në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë Florida Bellaj, për shkak të fluksit të lartë është zgjatur dhe orari i funksionimit. Gjatë sezonit muzeu ka punuar me 2 fasha orari, paradite dhe pasdite, për t'u përgjigjur numrit të lartë të vizitorëve. Kemi patur diku tek 1400 vizitorë. Ndërsa vizitorët nga vendet e huaj janë kryesisht vizitorë nga Hollanda, nga Italia, Franca, Spanja, kanë pak më interes pak më të lartë nga shqiptarët brenda Shqipërisë, por që vinë si nga Maqedonia, si nga Kosova dhe nga Malizi. Në bazë të eksperiencave të viteve më pashme, kemi vërtetur që fluksi vazhdon deri në fillimin, le të themi, mezi muajit shtator. Prandaj dhe vazhdon orari që kemi, që operojmë deri në datën 10 shtator. Gjatë shtatorit pastaj ka dhe një lloj ndryshimi në vizitueshmërinë që vinë vizitorë të llojet e tyre. Përveç se familjeve fillojnë dhe frekuentojnë dhe nga studentët, nga shkollat, të cilat janë të organizuara në grupe, si dhe grupe nga turistët e huaj. Sipas Bellajt, fluksi vizitorëve pritet të vijojë të paktën deri në mesin e muajit shtator. Edhe pas përfundimit të sezonit veror, muzeu pritet të mirëpres grupe të organizuara turistësh, por dhe nxënës nga shkolla të ndryshme. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë mbetet kështu, një nga pikat kryesore të interesit kulturor dhe historik në Vlorë, duke regjistruar këtë sezon një numër të konsiderueshëm vizitorësh vendas dhe të huaj. Kalaja i Gjirokastrës ka mirëpritur rreth 38.000 turistë gjatë muajit gusht, 72% të cilëve janë të huaj, kryesisht nga Europa, SBA-ja dhe Azia. E konsideruar një nga monumentet më të vizituara në vend, Kalaja e Gjiros vijon të tërheqë vizitor vendas dhe të huaj me vlerat e saj historike dhe arkitekturore. Për gjatë muajit gusht, Kalaja e Gjirokastrës ka mirëpritur rreth 38.000 turistë, ndërsa vazhdon të ngelet ndër monumentet e kulturës më të vizituara në rang vendi. Rreth 72% e vizitorëve janë të huaj, kryesisht nga Europa, SBA-ja, vendet e Azisë e të tjerë. I konsiderueshëm është edhe numri i turistëve vendas, të cilët shprehin interes të vizitojnë Kalan e Gurt, duke u njohur me vlerat e veçanta historike dhe ndërtimore të saj. E ndërtuar mbi kodrën që mbikëqyr qytetin, Kalaja e Gjiros është një nga fortesat më të mëdha në Ballkan dhe simboli më i rëndësishëm i Gjirokastrës. Kjo është një shifër e mirë për numrin e vizitorëve, por edhe një sfidë për detyrat e angazhimit kulturor, nisur nga
fluksi i lartë nga nevoja për mirëmbajtje, menaxhim apo dhe ofrimin e shërbimeve ndaj këtyre vizitorëve. Atëherë, në mënyrë të përditshme dhe periodike, drejtoria rajonale kryen pastrimin e gjithë ambienteve të Kalas, ofrimin e shërbimit në tualetën për të gjithë këta vizitorë, gjithashtu edhe shërbimin e ndriçimit apo dhe pastrimin me herbicid të gjithë bjemësisë të cila rritet në muret e brendshme të Kalas. Ndërkohë, Ministria e Kulturës aktualisht duke kryer një projekt për vendosjen e sinjalistikës në 10 site kulturore, ndërkohë që edhe Kala e Gjirokas dhe Parku Arkeologjik Antigonec janë pjesë e këtij projekti për të rifreskuar dhe riformatizuar ose standardizuar gjithë sinjalistikën orientuese për vizitorët. Më shumë të turistëve preferojnë që të vizitojnë në fillim postet kryesore të Kalas së Gjirokastrës dhe më pas edhe muzeun që e kemi brenda në Kala. Më të interesuar janë për historitë, për armët, po ashtu edhe për kullën e sahatit, meqense është edhe më e famshme e Kalas tonë. Ka disa turistë të cilët rikthehen vit për vit, por kryesisht turistët shqiptar mund të themi, ata që emigrojnë dhe më pas rikthehen përsëri. Më shumëta i përkasin grup moshave mund të themi rreth të 40-tave dhe më shumë familjar. Për më tepër, më shumë të turistëve mund të themi që janë nga Polonia, nga Hollanda, nga Gjermania, nga Franca dhe nga Italia. Ho fatto la visita del castello di Gjirokastër. Jam duke vizituar kështjellën e Gjirokastrës. Është herë e parë që ndodhem këtu dhe është shumë bukur. Në muze u njoha me historinë e vendit tuaj. Nga muret e Kalas pash edhe peizazhin e veçantë që ofron Gjirokastra. Pieta città molto interessante. Fal vlerave historike dhe ndërtimore, Kalaja e Gjirokastrës vazhdon të jetë ndër sitet më të vizituara të trashëgimisë kulturore, duke tërhequr kryesisht turistët e huaj në Shqipëri. Një mbrëmje e veçantë muzikore është organizuar në shëtitoren bregdetare të Vlorës. Këngëtarja vlonjate Maja ngjiti në sken publikun vlonjat dhe vizitorët, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë të mbushur me muzikë, art dhe emocione. Një mbrëmje veçantë muzikore u zhvillua në lungomaren e Vlorës, ku këngëtarja Maja ngjiti në sken publikun vlonjat dhe vizitorët, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë të mbushur me muzikë, art dhe emocione. Koncerti mbështetur nga Bashkia Vlorë krijoi një tjetër mundësi që qytetarët dhe turistët të shijojnë momente të bukura artistike në një prej hapësirave më të frekuentuara të qytetit gjatë sezonit veror. Pjesë e mbrëmjes ishin dhe grupet e vallëzimit të qendrës kulturore Vlorë, të cilët sollën në sken performanca të veçanta, duke ndërthurur muzikën me traditën dhe energjinë e të rinjve. Organizimi këtij koncerti vjen në vijim të aktiviteteve të qendrës kulturore Vlorë, të cilat synojnë të japin më shumë jetë artit dhe kulturës në qytet, duke krijuar një hapësirë ku të rinjt mund të shprehin talentin dhe pasionin e tyre në sken. Shëtitoria bregdetare u kthye kështu edhe një herë në një sken të hapur për artin, duke ofruar për publikun një mbrëmje të bukur verore, ku muzika, vallëzimi dhe emocionet u bën pjesë e jetës së qytetit. Me fluksin e lartë të turistëve dhe vizitorëve, sezoni veror në Saran duket se ka arritur kulmin, ndërsa qyteti vijon të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara turistike të jugut të Shqipërisë. Mbrëmjet verore në Sarand janë plot gjallëri, banor, rezident të rinj, turistë dhe vizitorë zbresin çdo mbrëmje në shëtitoren e qytetit duke i dhënë jetë pedonales dhe vijes bregdetare. Shëtitjet përgjatë pedonales shoqërojnë me ajrin e freskët të detit dhe aromën e jodit, ndërsa në të dyja anët ofrohet një mori shërbimesh, nga biletat për turet e ditës së nesërme me skafe dhe anije turistike, tek suveniret me guas kadeti, pijet preskuese dhe akulloret. Saranda ofron gjithçka për një mbrëmje të këndshme verore. Atmosfera plotësohet nga tingujt e muzikës që vijnë nga lokalet përgjatë shëtitores, duke krijuar një panoramë tipike të netëve të verës në qytetin bregdetar. Me fluksin e lartë të turistëve dhe vizitorëve, sezoni veror në Sarand duket se ka arritur kulmin, ndërsa qyteti vijon të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara turistike të jugut të Shqipërisë.
Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.